Detaje të reja kanë dalë në dritë lidhur me zhdukjen e 34 vjeçarit Eglant Koçi, i cili rezulton i humbur që prej 4 qershorit. Pas kërkimeve në Krap, Elbasan dhe Librazh, operacioni është përqendruar në zonën e Qafmollës dhe në Pëllumbas, vende që dyshohet se njiheshin mirë dhe frekuentoheshin shpesh nga 41 vjeçari Armand Shakaj, i shpallur në kërkim për pengmarrje. Nga këqyrja e tabulanteve telefonike, ka rezultuar se personi i fundit me të cilin Koçi kishte komunikuar në telefon ishte pikërisht Shakaj. Sipas të dhënave të sistemit Teams, 41 vjeçari nuk rezulton të ketë dalë jashtë territorit të Shqipërisë, çka forcon dyshimet se ai mund të jetë ende i fshehur brenda vendit. Pas publikimit nga zëri të pamjeve që tregojnë lëvizjet e fundit të Shakajt, hetuesi dyshojnë për një lidhje të drejtë të tij me zhdukjen e Eglant Koçit. Ndërkohë Enea Zyferi, kamarier në biznesin e Shakajt, ka dëshmuar se ky i fundit i kishte kërkuar të fikte dritat pasi do të lëvizte një frigorifer. Bazuar në këtë dëshmi dhe në pamjet filmike të kamerave të sigurisë, hetuesi dyshojnë se Koçi mund të jetë vrarë dhe se trupi i tij mund të jetë fshehur.